Ne në princip votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit. Kuptohet, do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partit tjera opozitare, pra me PDK dhe LDK. Po besoj që konstituimi i kuvendit është interes i gjithëve. Më pastaj, pra, sikur se ju e dini, Aleanca angazhohet edhe punon që qeverin ta krijon opozita, pra në raste pa mundësisë ose të mos krijimit shumicës nga opozita, angazhohemi që ta krijojmë qeverin nga opozita. Qysh është në raportet me nismën për shkak që pritet që nisma me votu ose me arrit një marrëveshje me partinë më të madhe lëvizjeve të ndryshme? S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë, pra, krijimi i shumicës nga opozita vetveteu, pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. A ndiheni i tradhtuar? Pasur kontakt? Ju lutem, ne në praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstituimin e kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra, ky është princip, ju sikur se e dini, janë votu edhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesha, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të kuvendit, nuk e dim cili do të jetë emri kush do të jetë, ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërku votë për ndryshim, edhe me u sjell në mënyrë të tillë, besoni nuk është në rregull. A keni kushte, qoftë për opozitën, qoftë edhe për vendosjen e observacionit të bashkëpunimit, apo edhe për partitë opozitare? Vendosjen e kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. A e votoni kryetarin e kuvendit edhe nëse LDK-ja dhe PDK-ja nuk e bëjnë një gjë të tillë? Ja, nuk ndahemi nga opozita asnjëherë. Pra, do të jemi bashkë me opozitën, në parim, pra asnjëherë s'kem qenë kundër konstituimit të kuvendit, mendoj që është interes edhe i opozitës, por gjithsesi do të votojmë bashkërisht.